një pyetje tjetër apo i mbaruam se këto ishin... Po, mos e ti, të mdu, të thash që ka ky që është si mërzit, apo ti morën të gjitha pyetjet. Bekim Bici nga Ora News. Unë në fakt do doja të ndalesha pak edhe tek dy komisionet e posaçme parlamentare, ai reformës territoriale dhe ai për reformën zgjedhore, kur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, komisioneri shtetëror zoti Celibashi ka sugjeruar që brenda 6 mujorit të parë të vitit 2026 të mund të kemi një produkt, nëse do duhet që produkti i këtyre dy reformave të aplikohet, le të themi, apo implementohet në zgjedhjet e ardhshme. Nga ana tjetër, Partia Demokratike ka nisur një bojkot duke nisur edhe nga votimi i avokatit të popullit me... Pse ka ndodhur dhe kjo? Këtë lajm nuk e kam pas. Ka nisur një bojkot Partia Demokratike? Dhe pra votimin e avokatit të popullit me votat e Partisë Socialiste. Partia Socialiste, majoranca socialiste, si do të veprojë në këtë rast? Do të vijojë e vetme me dy komisionet apo dy reformat, ato territoriale dhe ato zgjedhore, apo do të synojë që të ketë një bashkëpunim apo dialog konstruktiv me opozitën për të patur një fryt në fundit konsensual? Faleminderit. Tani, se më kujtove avokat në popullit. Se i bien shumë gjatë këta të tenxhereve politike dhe mediatike, pse fiton Partia Socialiste. Po ndërkohë harrojnë që në fund të ditës zgjedhjet janë çështje zgjedhje, praktike një numër të caktuar ofertash, edhe ti zgjedh ofertën që do. Tani, si mundet që imagjinohet që të merret seriozisht një parti, në këtë rast demokratik janë ndjes past, që është zyrtarisht opozita, hynë në procesin për të zgjedhur avokat në popullit, ne i kemi votat. Apo jo. Po t'ishim ata që tenxherët thonë se jemi, ne do kishim zgjedh avokat në popullit vetë. Vinim me Medveliun, që e kemi tonin, si që thonë gojët e liga. Ne thamë, ne nuk do propozojmë fare, propozoj opozita, do zgjedhim një nga ata që do propozoj opozita. Vjen lista me propozim. Me firma. Lloj krijesash cirku aty. Dhe me zgjidhja atyre qorrave shohim një me i sy. E themi, po mirë. Një sy e ka mbaruar shkollën jashtë, ka bërë shumë studime, mbase i vjen dhe syri tjetër, po të shkëputet nga këta. Po si të qoftë në atë lukuni i qorrash, ky është i vetmi. Dhe, pa pritur, merret vesh kjo. Merret vesh nga që shofin Taulant Ballën. Tash mos takoni Taulant Ballën, se po ju parë me Taulant Ballën mund t'ju thonë si jeni për tenxherën tonë. Edhe thonë, do të rreqim ne firma. Po si do të rreqim firma? Ku është bërë? Ku ka bërë vaki kjo? Si është kjo? Për çfarë është këtu? Gallat. Tani, më thoni ju mua, ku hym ne në këtë bojkot, që pas kam bojkotuar, se nuk e kam të informacion, se nuk i ndjek, me thënë drejtën. Ku hym ne në këtë bojkot, tani? Vinë vetë, ikin vetë, ngrihen vetë, ulen vetë, shtrihen vetë, hidhen vetë, puna tyre,
shumë e thjeshtë. Ne kemi detyrën të udhëheqim dhe t'i bëjmë të tëra gjërat që duhet bërë. Gjithmonë e kemi pasur derën të hapur. Gjithmonë e kam pasur vendin në Tryezë. Duan të hynë nga dera e hapur e tyre në Tryezë, bujrum gjithmonë. Po ne peng nuk na merr dot askush jo ata. Dhe ne punën që do ta bëjmë me ata ose pa ata. Kështu që edhe këto reforma mirë do jetë t'i bëjmë bashkë. Nuk duan t'i bëjnë me ne. Do t'i bëjmë vetë. Si do bëjmë? S'do i bëjmë fare. Pse se ata kanë ca planet tjera. Ato teoritë e tyre, jo po duam qeveri kështu, duam qeveri kështu, duan qeveri kështu apo ashtu, të fitojnë zgjedhjet. Si fitojnë zgjedhjet? Të bëjnë çfarë të duan tjetër përveç punës tonë, se punën tonë e bëjmë ne. U kuptuam? Thjesht. Ka edhe një xhiro me publikun, të lutem, edhe pastaj e mbyllim me këdo qoftë nga ju që i ka ngel merakis ka bërë një pyetje diamant tani. Dritan Shqau pyet, e di që nuk do t'i përgjigjesh, por po ta them. Kur do t'i japësh zgjidhje trafikut në Unazën Elbasanit? Është bërë gangren fundi autostradës Tiranë-Elbasan dhe kufizimi i Corrikut. Pse nuk do t'i përgjigjemi kësaj pyetje, se kuptova çfarë unë i përgjigjem gjitha pyetjeve. Mjafton që të më lënë të flasë. Po në Elbasan po punohet edhe është në proces edhe bypassi i Elbasanit, që besoj është zgjidhja. Përveç gjithë pjesës tjetër që janë të gjitha segmentet ku nga njëra anë po ecet me autostradat, nga ana tjetër po punohet dhe për ekurullat. Në ndërkohë, ka tjetër? Ka disa, po me që infrastrukturën e prekëm pak edhe lidhur nga skepticizmi ti, ndam këtë pyetje për infrastrukturën. Por ka edhe një moment tjetër, sepse shkruan që në Elbasan është shqetësimi se vjen dhe kombinati i ri metalurgjik. Nuk jam në dijeni të në një kombinati të ri metalurgjik, me thonë drejtën, kështu që i duhet thënë të lidhet me Luciano Pavarotin nga Elbasanit. Ndërkohë, përsa i përket transportit, me që jemi të transportit, të tunelet, të rrugët, të mesajet, kam disa mesaje të reja që dua t'i ndaj me ju. Mesazhi i kapitullit të 14 të negociatave thot politika e transportit. Shqipëria ka demonstruar progres të qëndrueshëm në harmonizimin e politikave të transportit dhe legjislacionit me standardet europiane dhe arritjet kryesore lidhen me, sipas mesazhit, përmirësimin e sigurisë rrugore, rregullimin e tregut transportit dhe planifikimin strategjik të infrastrukturës. Në ndërkohë, kapitulli i 15 ka këtë mesazh. Arritjet gjatë vitit 25 lidhen me përforcimin e angazhimit për tranzicionin energjetik dhe integrimin në tregun europian të energjisë. Shqipëria ka bërë progres në diversifikimin e burimeve energjetike, promovimin e energjive të rinovueshme dhe përmirësimin e efikasitetit energjetik. Dhe mesazhi i kapitullit 21. Hapja e negociatave ka reflektuar arritjet konkrete në drejtim të ndërlidhjes infrastrukturore të Shqipërisë me rrjetet europiane të transportit dhe energjisë, progrese në planifikim dhe zhvillim të projekteve strategjike, veçanërisht atyre të lidhura me tenet. Tenet janë
rrjeti rrugor europian, rrjeti infrastrukturë europiane. Jam vlerësuar si një element kyç për integrimin funksional të vendit dhe tregun e përbashkët europian. Dhe në ndërkohë, këtë vit, që këto janë gjërat vogla, nuk ka arsye pse të shqetësohen tenxheret me këto, po ka vazhduar ulja e humbjeve në rrjet. Dhe kemi hyrë në kuotat e normaliteteve europiane me 16.9% humbje që quhen teknike. Këtë vit ulëm çmimin e energjisë me 10.5% për konsumatorët familjarë. Këtë vit u rrit portofoli i diversifikimit të energjisë dhe faktikisht jemi sot në kushtet kur kemi 700 megawatt që prodhohen nga energjia diellore. Dhe nga ana tjetër, këtë vit kemi hedhur bazën dhe për vendosjen e macëve inteligjent, që do të thotë do të instalojmë rreth 350.000 pajisje në zonat kryesore urbane dhe do të shkojmë drejt digitalizimit plot sektorit të shpërndarjes. Mos harrojmë se 700 megawatt kapacitete të instaluara fotovoltaike dhe 400 megawatt të instaluara nga vetë prodhuesit, për ata që i përdorin për nevojat e tyre, janë 1100 megawatt plus në portofolin energjetik të Shqipërisë. Dhe po ashtu do të vazhdojmë dhe ka vazhduar projekti me panele diellore për familjet dhe do të vazhdoj edhe më tutje. Për sa i përket pastaj infrastrukturës rrugore, tuneli Llogaras ka qenë një super sukses. Dhe ndërkohë që gërmimet do vazhdojnë dhe do dali edhe misteri i hekurit zëvendësuar me kasht, në tunelin Llogaras ka lëvizur një masë e madhe njerëzish dhe impakti mbi sektorin e turizmit ka qenë shumë pozitiv. Më në fund këtë vit u hap edhe tuneli i Murrizit, tuneli i Syrit Keq. Dhe në ndërkohë, ajo që vlen shumë të theksohet është puna e bërë për hekurullat. Këtë vit u sigurua përfundimisht financimi për linjën Vor-Hani Hotit. Janë 320 milion euro që i janë dhënë Shqipërisë nga WBIF-i, Western Balkan Investment Fund. Ka vazhduar konsolidimi i korridorit 8 hekurudhor, një projekt me rëndësi rajonale dhe europiane. Segmenti Durrës-Rogozhinë është mbështetur me 120 milion euro, ndërsa për segmentin Rogozhinë-Pogradec deri në kufi Maqedoni Veriut është në përfundim faza e projektimit të detajuar që është baza për financimin e ndërtimit. Dhe në të njëjtën kohë janë hedhur dhe themelet për projektet e reja strategjike, linja korridore Porto Romano Sukt Rogozhinë Vlorë dhe lidhja me aeroportin e Vlorës si dhe linja Durrës-Prishtinë, për cilën po punojmë me qeverinë e Republikës Kosovës dhe besoj shumë që do ta çojmë përpara së bashku këtë projekt strategjik për të dy anët e bjeshkëve. Këto ishin mesazhet që nuk kanë dalë akoma nga infrastruktura. Abia pak zërin.
Greta Bullari, ABC News. Në fakt, zoti kryeministër, dua ta bëj pyetjen duke u nisur nga fjalia juaj e fundit që kishte të bënte pikërisht me bashkëpunimin me Kosovën. Ju ditën e djeshme ndatë dhe një mesazh urimi për qytetarët dhe zotin Kurti, i cili fitoi zgjedhjet. Ndaj dua t'ju pyes nëse vitin që po vjen, do t'jeni ju iniciatori, qeveria juaj, për rikthimin e mbledhjeve ndërqeveritare mes dy shteteve të cilat prej 3 vitesh nuk po zhvillohen. Faleminderit. Nuk e di, do flasim, do vendosim, pa tjetër që mirë do ishte ta kishim një mbledhje mes dy qeverive, në ndërkohë mos harroni kemi bërë mbledhjen mes parlamenteve, këtë vit nuk e zhvilluan dot për shkak të zgjedhjeve, zgjedhjet mbaruan, Albini u rikonfirmua si kryeministër dhe i kam bërë edhe urimet personalisht dhe pa tjetër që do vazhdojmë punën, kemi gjëra që mund të bëjmë dhe sidomos se kur udha Durrës Prishtinë është si thush Xhevahiri i kurorës për cilin jemi angazhuar që të dyja palët dhe do të bëjmë çmos që ta çojmë deri në financim. Pastaj fillim ndërtimin. Urdhëro. Çfarë nuk u tha akoma? Çështja e bizneseve. Djamila Leka, gazetare nga televizioni Skan. Përsa i përket Shqipëria teksa shkon drejt Bashkimit Evropian, bizneset janë ato të cilat duhet të plotësojnë standardet, kushtet, gjithashtu kriteret, por edhe certifikimet. Thënë kjo, nga ana e qeverisë shqiptare, a ka një plan konkret që për bizneset të cilët duhet të jenë pjesë e Bashkimit Evropian të ketë një checklist për përmbushjen e kritereve të tyre që të jenë konkurruese në një treg prej 450 milion konsumatorësh? Faleminderit. Ministria e Ekonomisë dhe Ministri e Ekonomisë deri dje Ministri është angazhuar në mënyrë aktive me planin e sensibilizimit dhe të informimit bizneseve lidhur me procesin dhe lidhur me çfarë duhet presin, sepse po nuk u përgatitur do ta kenë shumë vështirë. Dhe në këtë mes një rol të rëndësishëm luan edhe sekretariati i Këshillit Ekonomik Kombëtar dhe sekretari i këtij sekretariati Zoti Arben Shkodra, që punon me këtë program. Këtu ngjitur ne kemi edhe dhomën e këshillimit, një nga këto kubat e piramidës, ku bëhen takime intensive me biznesin. Këtu. Tjetër gjë? Lorena Fjolla, drejtare televizion. Zoti Rama, ju folët për rritjen ekonomike, por ne ndjejmë paktën në xhepat tanë dhe kryesisht e kam fjalën te mundësia e ne të rinjve për të blerë një banesë në Tiranë. Aktualisht me çmimet që janë, ne kemi të pamundur të blejmë një shtëpi apo të shlyem një kredi, pavarësisht ndihmës së Bashkisë së Tiranës me kredite buta. A do të ketë qeveria shqiptare një iniciativë apo një ndihmes për të rinjt, çiftet, familjet e reja që duan të ndërtojnë dhe të jetojnë jetën e tyre këtu në vendin e tyre? Tani, s'pari ta fuzim pak në kontekst këtë gjë, sepse duket pastaj sikur edhe në këtë pikë jemi origjinale dhe të veçantë. Ne nuk jemi origjinale dhe të veçantë në asnjë nga këto problematika. Nëse jemi origjinale dhe të veçantë, në fakt, ne si vend jemi origjinale dhe të veçantë për faktin që këtë 10 vjeçar kemi bërë një kapërcim të jashtëzakonshëm në çdo aspekt dhe për këtë arsye kemi vendosur veten në një komplet pozicion tjetër ndërkombëtarisht dhe në rajon. Dhe fakti që sot na quajnë front runners në procesin e integrimit të rajonit lidhet me këtë. Pra, ndërsa rritja ekonomike që ndihet sepse pagat tuaja, ato të deklaruarat janë më të larta.
shtodet pa deklaruarat që një pjesë për ju shkanë dhe pastaj ato bëhen edhe më të larta. Po kjo është temë tjetër. Sikundër pastaj me që këtu dikush foli për pagat e deputetëve, ata që dalin në buzë të tenxhereve çdo natë marrin paga që deputetët as në ëndër nuk i shohin dot, po i marrin në të zezë, kuptohet. Dhe duke qenë se i marrin në të zezë, kanë dhe të drejtën të nxjerrin zi gjithkohës nga goja edhe të kërkojnë çuditëra në pritje të revolucionit që po plaken duke e ndërruar. Por, thënë gjitha këto, çështja e kostos së banesave është një problem i madh në të gjithë Evropën, në të gjithë Ballkanin. Shkoni në cilin do vend Ballkanit do ta hasni. Dhe nuk ekziston sot një i ri në Europë me një pagë normale që të ketë shansin të mendojë se të blejë në një banesë. Për këtë arsye, qeverit kanë provuar shumë gjëra lidhur me atë që quhet banesë e përballueshme, jo sociale, se sociale është një kategori tjetër, po e përballueshme. Pra, në rastin tuaj ju nuk jeni një kategori sociale në nevojë, por jeni një kategori sociale që nuk keni mundësinë që të keni akses në tregun e banesave, thjesht duke i referuar punës tuaj. Dhe për këtë arsye edhe ne po bëjmë këtë reformë, po shumë shpejt do ta prezantojmë Agjencinë e re të planifikimit, zhvillimit dhe strehimit, dhe po punojmë me disa formula që besoj do të na japin mundësinë që të hapim një rrugë në fushën që ne nuk e kemi, të strehimit të përballueshëm për kategori të caktuara, për të rinj, për çifte të reja, natyrisht me disa kritere etj. Dhe po do bëjmë çmos që ta bëjmë këtë gjë dhe besoj që në arkun e 2 viteve do shikojmë rezultate konkrete dhe do shikojmë fillimin e aksesit të shtresës mesme, po themi, të re në strehimin e përballueshëm. Ky është